Xhenet Afetau ka të rënditur sërish të rrjetin. Ajo ka publikuar disa biseda telefonike me Dritlon Ramën, fituesin e këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Kosovë, duke e akuzuar atë për sjellje të pandershme dhe kërcënime. Në audio përgjigje të publikuara, Dritloni dëgjohet duke i kërkuar takim Xhenetës në orat e vona të natës. Madje, ai shpreh se nuk ka më interes për Sara Kolamin. Në një pjesë të audios, Dritloni drejtohet Xhenetës me fjalët: "S'kam takuar askënd nga Biku sepse s'dua të merrem me askënd më, përveç teje Xhenet. A duhet me të ardh pa të pyeta, qysh bre Xhenet s'po del në takim, po duhet pa live jo veç me ta dëgju zërin, me të kallzu drejt, më ka marrë malli veç për ty." Ishin disa nga fjalët që Xheneta i publikoi. Sipas saj, ajo vendosi të publikojë këto inqezdime pasi ishte kërcënuar nga Dritloni dhe menaxheri i tij. Ajo nuk dha detaje të tjera mbi natyrën e kërcënimeve, por theksoi se dëshironte të mbrojë dhe të tregonte të vërtetën për sjelljen e Dritlonit pas përfundimit të spektaklit. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.